Tani, shefi I seksionit antidrogës, nëse do të dalë, është emri më pak I rëndësishëm në një operacion të tillë. Ndoshta mund të jetë një metodë e prokurorisë shqiptare ose metodë speciale sa I përket për të vijuar hetimet për persona të tjerë të përfshirë, por historia ka treguar që në qytetin e Durrësit krimi I organizuar, kjo është gati në kuadër të një organizate kriminale, nuk po them mafia, po organizatë kriminale, e cila kishte nën grupet e strukturuara të cilat vepronin në Itali sa I përket transportit, por historia ka treguar që në qytetin e Durrësit dhe në rrethinat e tij, si për shembull Shijak apo në zona të ndryshme në Suk, krimi ka bashkëpunuar ngushtë dhe me politikën, është rasti I Qyrbjes, ish deputetit Partisë Socialiste Qyrbja, I cili informonte grupin kriminal Shijakut sa I përket kontrolleve apo dhe historive tjera. Dhe kur ka arritur deri aty sa të funksionojë me politikën, patjetër që ka pasur kontroll dhe portin e Durrësit. Dhe kjo këtë e tregon qartësi që përgjatë paktën 3 vitet e fundit në portin e Durrësit nuk është kapur asnjë gram kokainë. Pse? Sepse në portin e Durrësit ne kemi parë që janë kapur mbi 600 kg kokainë. Në portin e Durrësit ne kemi parë që her pas here kapeshin ngarkesa me 50 apo 40 apo 60 kg kokainë dhe këto tregonin që porti ishte kthyer në një pikë hyrëse të kokainës, e cila ndoshta më pas shpërndai, nuk po them në Europë, sepse në Europë shkon nëpërmjet rrugëve tjera, linjave tjera siç është Gjermania, Holanda apo dhe Italia, por që Shqipëria ishte kthyer apo më saktë porti I Durrësit në një pikë hyrëse të këtyre ngarkesave të kokainës, e cila më pas stopoi. Pse stopoi? Unë mendoj se stopoi për shkak të lidhjeve të forta të krimit të organizuar, më saktë të këtij grupi I cili po goditet tashmë, jo vetëm me politikën, jo vetëm me bizneset, por duke e shtrirë hegemoninë e tyre të kontrollit trafikut ndërkombëtar të kokainës edhe në shumë sektor të tjerë. Ju e keni parë ndosje që kishin krijuar mjaft kompani të ndryshme, kompani të cilat në pamje të parë nuk të japin asgjë, kompani të cilat veç bizneseve të ndërtimit, biznes Dubai-in ishte njëra prej tyre për shembull, e cila dyshohet se bënte transportin më të madh apo që është bërë ndonjëherë të parave. Janë fjalë të vetë prokurorit, kryeprokurorit Altin Dumani, I cili pak kohë më parë tha që transporti I parave tashmë ka ndryshuar, ndonse këtu është kapur edhe vetë Nureddin Dumani, bashkëpunëtori I drejtësisë, tha se pothuajse të gjitha agjencitë e transportit ishin përfshira në dërgesat e parave, tashmë ata unë mendoj se kishin kaluar në një tjetër fazë, në fazën e transportit nëpërmjet sistemit Hawala, sistemi kinez ku ti nuk bën në të vërtetë transport fizik të parave, por që nëpërmjet mirëbesimit, parat të cilat do të dërgohen bie dakord në një shtet tjetër dhe në Shqipëri parat merren në një pikë nga një person tjetër kontakti. Pra, transporti fizik I parave nuk bëhej, por që bëhej nëpërmjet këtij sistemi. Dhe ky grup ka arritur që unë ndaj them një organizatë kriminale ku veç logjistikës, veç gjenezës, aty ku merret kokaina, pra në Amerikën Latine, kishte krijuar dhe kishte krijuar edhe gjithë infrastrukturën e nevojshme për të bërë jo vetëm transportin e parave, por edhe atë të kokainës. Po si bëj ky transporti I kokainës? Unë nuk mendoj se transporti I kokainës është bërë me furgon. Mund të ketë pasur raste të linjave të transportit nëpërmjet furgonëve, por kryesisht bëhet nëpërmjet ujrave, bëhet nëpërmjet trageteve, bëhet nëpërmjet anijeve, bëhet nëpërmjet kontenierëve. Por në portin e Durrësit së fundmi s'kemi parë asnjë goditje. Ndaj dhe kjo të paktën në vlerësimin tim është e dyshimt. Kjo për vetë arsyeën sepse porti I Durrësit përgjatë viteve fundit deri në vitin 2022 mbrinin ngarkesa me kokainë. Pastaj stopuan në mënyrë të çuditshme. Megjithatë, të the pak më parë që shefi I seksionit antidrogës mund të jetë njeriu më pak I rëndësishëm në të gjithë këtë rrjet, në të gjithë këtë zinxhir. Meqense ka patur përgjime, pra veç Sky ECC që ka zbuluar shumë, apo edhe Nureddin Dumanit edhe të bashkëpunëtorëve të tjerë të drejtësisë. Përgjimet, çfarë do të zbulojmë? Pra sa do të zgjerohet ky rrjet, sa emra të tjerë do dalin, sa lidhje të tjera do të zbulohen pikërisht nga përgjimet?
Ajo që më bëri përshtypje mua në dosjen mbi një faqe të autoriteteve italiane është se ata kanë nisur hetime, madje kanë krijuar dyshime për njërin prej personazheve, siç është për shembull Ekil Nderjaku, edhe ky një emër i njohur të cilin Nureddin Dumani e përmend si një nga personat më të fuqishëm të furnizimit me kokainë në Durrës. Autoritetet italiane kishin marrë përgjatë hetimeve dhe shkrime të mediave shqiptare. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se përgjithsisht mediat në Shqipëri kanë denoncuar, kanë treguar raste të trafikimit apo raste të kriminalitetit në Shqipëri, por që asnjëherë nuk janë marrë për bazë nga autoritetet shqiptare. Dhe këtu gjej rastin paktën që në raste të tilla kur Italia e bën diçka të tillë dhe i lidh emrin e një personi apo nis hetime për emrin e një personi edhe nga mediat shqiptare, diçka të tillë duhet të bëhet natyralisht dhe nga prokuroria shqiptare. Rastet e përgjimeve të Sky ECC apo të paktën dëshmia e Nureddin Dumanit kanë treguar se ai ka njohuri, madje ka dhe informacione të vyera sa i përket krimit i cili vijon të operojë në Shqipëri, sepse bëhet fjalë deri në vitin 2022 hetim i prokurorisë italiane që ja dha Shqipërisë, por që me sa duket krimi në Shqipëri është shumë i lidhur dhe të paktën